Një mbrëmje plot emocion dhe nostalgji ishte nata e dytë e aktiviteteve, organizuar në Himar nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Vangel Tavo, me rastin e nisjes zyrtare të sezonit turistik 2026. Himara nën tingujt e filmit shqiptar hapi edhe si pari në një mbrëmje të gjatë, duke sjellë një atmosferë të veçantë me muzikën më të bukur të kinematografisë shqiptare, një përjetim i paharrueshëm në një shesh të thembushur. Në Himar, edhe rëra bëhet art dhe ku çdo lëvizje kthehet në histori. Atmosfera u ndez më shumë me një performancë me zjarre të Fiona Rushitit dhe vajzave të saj, që solli një tjetër emocion elektrizues. Në sken më pas u ngjit Alice, një zë shumë kumbues, fituesi i edicionit të 64 të festivalit të këngës. Artisti do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Ai solli energji dhe emocione në këtë performancë të veçantë. Jam jashtë masë të lumtur që po performoj për herë të parë sot këtë periudhë. Shpresoj t'ja kalojmë sa më mirë. Let's go. I erdhi radha në vijim me hitet e saj dhe energjin Ronela Hayatit, që solli një tjetër energji në sken, duke bërë që nata të marrë një tjetër ritëm, teksa publiku e shoqëroi në çdo këngë. Qershia mbi tort ishin legjendarët Elita 5, të cilët treguan edhe një herë tjetër se muzika e tyre jeton brenda çdo grup moshe, duke ndezur sheshin në potam dhe duke sjellë një energji të jashtëzakonshme dhe eksperiencë të paharrueshme për Himarën. Një moment i bukur që thekson vlerën e artit, bashkëpunimit dhe frymëzimit që vjen nga rrugëtimi i tyre i gjatë në muzikë. Elita 5 falenderoi edhe kryetarin e Bashkisë Himarës Vangel Tavo, duke cilësuar si mik të hershëm të këtij grupi. Na e bani ftesën që jemi sonte në mesin tuaj. Ai është një miku i vjetër i grupit Elita 5. Faleminderit zotriot Vangel Tavo. Por falenderimi më i madh shkon për ju që jeni sonte këtu, që e keni mbush këtë shesh dhe pres nga ju të këndojmë së bashku. Sot është mbrëmja e jonë dhe juaja.
Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangel Tavo ndezi balonën, shoqëruar nga bashkëshortja dhe vajza e tij, nën simbolikën e dëshirës për të vijuar punët e mira për Imarën e për të patur një sezon sa më të suksesshëm. Balonat fluturuan më pas në qiellin e Imarës me misionin e bashkisë për ta kthyer këtë zonë epiqendër të rivjerës shqiptare në turizëm, ndërsa investimet të tjera të rëndësishme pritet të ndodhin. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Bashkisë Vangel Tavo tha se Imara është kryeqendra e turizmit veror në rivjerën shqiptare. Rezultavo atmosferë festive sezoni turistik në natën e dytë. Pritej, diçka që pritej, edhe nata e parë siç ishte dje, pavarësisht kushteve të klimës, domethënë të ftohtit që ishte, sheshi ishte plot, po ashtu edhe sot programi vajti sipas parashikimit, me një pjesëmarrje shumë masive në Imar, grupet që performuan, siç e shikoni, domethënë edhe Elita 5, po edhe Ronela Ajati dhe gjitha aktivitetet e tjera kanë qenë po aq të suksesshme. Janë mirëpritur nga i gjithë publiku. Presim nesër që do të jetë, besoj, dhe akoma më mirë se këto 2 ditë e para, sepse është dita e tretë dhe kulminantja për ne, me performancën e të këngëtarit grek Konstantinos, i cili vjen posaçërisht për Imarën nga Greqia për të performuar pikërisht këtu në Imar. Jemi në mesnat, thuajse dhe ka një interesim shumë të madh nga qytetarët e Fushës. Po, është e vërtet, pavarësisht orarit, domethënë, ju shikoni këtu vazhdon akoma, ndërkohë siç ju thash, edhe dje, por edhe sot, aktiviteti do vazhdoj, nuk mbyllet, pavarësisht e përfundon, ndoshta skena mbyllet, përfundojnë artistët programin e tyre. Jeta në natë e Imarës nuk do përfundoj këtu, do vazhdojmë gjithë natën. Dhe ndërkohë një mesazh për gjithë ata që nuk kanë zgjedhur ende pushimet ku do t'i kalojnë. E para ka kohë akoma të vendosin të vinë nesër në datën e fundit të çeljes së sezonit dhe padyshim mesazhi për të gjithë të vinë në Imar për të kaluar pushime të paharrueshme dhe për të patur po aq kujtime të paharrueshme. Faleminderit.